Hysi ishte favorit I madh kundër Ferizajt në Merdar dhe pritej të shënonte fitore të lehtë. Këtë bindje duket se e kanë pasur edhe lojtarët e këtij ekipi, të cilët në pjesën e parë krijuan disa raste, po dukeshin sikur nuk po japin maksimumin. Në pjesën e dytë të ndeshjes, presioni I vendësve ishte më I madh, por forma e portierit mysafir Ajdini ishte e shkëlqyeshme dhe Ferizaj dukej se do të bënte befasi të madhe. Në sekondat e fundit, Sogojeva provoi të shënojë nga distanca, por Ajdini sërish reagoi mirë duke dëbuar topin në korner. Dhe pikrisht nga ai korner në zonën e rreptësisë së Hysit u krijua tollovi dhe Zabërgja arriti disi ta dërgoi topin brenda portës duke I dhënë Hysit fitoren dhe duke I marrë Ferizajt një pikë që mbase e ka merituar.